Ka ndëruar jetë personaliteti i sportit dhe i shtypit Ismet Bellova. Lajmi është konfirmuar nga familjarë të tij. Ai njihet si një nga zërat më të dashur të sportit shqiptar, jo si sportist aktiv në disiplina sportive tradicionale, por si komentator, gazetar dhe mësues që përshkoi dekada të historisë sportive në media. Bellova njihet kryesisht për komentimin e ndeshjeve të futbollit, duke u bërë një zë i paharruar për breza sportdashësish në Shqipëri që nga mesiviteti i shekullit të kaluar. Ai u vlerësua me shumë tituj dhe dekorata për kontributin e tij në sport, arsim dhe gazetari, përfshirë dekorata kombëtare dhe çmime të tjera të karrierës. Ai lindi më 1 qershor 1934 në Tiranë dhe filloi lidhjen e tij me sportin qyshherët, duke u shpallur kampion i vendit për të rinj në ping-pong në vitet e para. Ismet Bellova ishte figurë e njohur e sportit dhe gazetarisë sportive shqiptare, i njohur sidomos si komentator legjendar i ndeshjeve të futbollit në Radio Tirana. Ai u nda nga jeta më 20 dhjetor 2025 në moshën 91 vjeçare.